Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Engjëlli i Zotit ju fal zojës Mari. E ajo ngjizi për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Ja shërbëtorja e hyjit, U bëft me mua si është fjala jote. të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. E fjala u bë njeri, E banoi ndër ne. të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Lutu për ne, e shenjtja nënë e hyjit, Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. të lutemi. Hirin tënd po të lutemi, o Zot, ndikoje në shpirtin ton, që sikurse në lajmërimin e engjëllit, na e zbulove mishërimin e birit tënd Jezu Krishtit, në përmundime e kryqit të tij, na udhëheq në lavdinë e ringjalljes, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. për shpirtrat të purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shetrofte emrët, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash e në fill të vdekjes son. Amen. Jepua, o Zot, pushimin e pasosur, E ushtëri drita e pambaruar. pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Të dashur dëgjues, tani po vazhdoj me orën e mesme, sot është e shtunë dhe jemi në javën e 5 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java parë e psalterit. O hy më eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. himni. Kur Krishti pati etje në atë orë që në kryqën gjitën, kush psalterin ditë lexoj, etjes së drejtësisë ti këndoj. Bashk me etje qofturi, për atë që vdish për ne, edhe mkatin e veri, e virtyti qoft dëshirë. Bagmi i shpirtit të shenjtë sot mbi këngë e qesten ndikoft, që zjarin e trupit ta ngri, acarin e shpirtit ngroht. Krishtin dhe atin t'i lusim, Shpirtin e Krishtit e të Atit, një vetme e gjithë pushtetshme, trini për krah ata që luten. Amen.
Antifona e orës së 6. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Psalmi 119, pjesa e 5. Ma trego, Zot, udhën e ligjeve të tua, dhe unë do ta mbaj gjithmonë. Më jep kuptim që ta mbaj ligjin tënd, e do ta zbatoj me gjithë zemrën time. Më priu dhe urdhërimeve të tua, sepse në të e kam kënaqjen time. Prire zemrën time drejt urdhërimeve të tua, e jo drejt lakmimit të pasurisë. Largoj sytë e mi të mos e shohin kotësin, më përtri në udhën tënde, plotësoja shërbëtorit tënd premtimin tënd, që ua dhe atyre që të druajnë. Më shpëto nga çnderimi që aq fort i trembem, sepse gjyqjet e tua janë të mrekullueshme. O sa fort i dua urdhërimet e tua, më përtri në drejtësinë tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 34, Zoti është shpëtimi i të drejtëve. Për herë do ta bekoj Zotin, në gojën time për herë lavdi i tij. Shpirti im mburret në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtët e le të gëzohen. Bashkë me mua jepni lavdi Zotit, le ta lartësojmë së bashku emrin e tij. E kërkova Zotin, ai më dëgjoi, edhe më shliroi nga çdo frikë që pata. Shikojeni atë e do të ndriçoheni, fytyra juaj nuk do të turprohet. Ja, ky skamnore thiri në ndihmë e Zoti e dëgjoi, dhe shpëtoi nga të gjitha vuajtjet e tij. Engjëlli i Zotit ngre llogore rreth atyre që kanë frikë dhe i shpëton. Sprovoni e shihni sa i mirë është Zoti, i lumi ai që shpreson në të. Nderojeni Zotin ju shenjtrit e tij, su mungon gjë atyre që e druajnë. Pasanikët u varfëruan dhe patën uri. Ata që kërkojnë Zotin do të kenë çdo të mirë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Pjesa 2 e Psalmi 34. Ejani o bij e më dëgjoni, do t'ju amësoj frikën e Zotit. A e dëshiron jetën o njeri, a dëshiron ditë të shumta për të gëzuar të mirat? Rudhe gjuhën tënde prej së keqës, gojën tënde prej fjalëve gënjeshtare. Ik prej së keqës e bëj të mirën, kërkoje paqen e ndiqë atë. Sytë e Zotit këqyrin të drejtët, veshët e tij u dëgjojnë ofshamat. Fytyra e Zotit është kundër bakqive, për ta zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtët Zoti dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është ngjatë atyre që pendohen me zemër, i shpëton shpirt përgrirët. Sa do të vështira të ketë i drejti, prej të gjithave do ta shpëtoj Zoti. Zoti i ruan eshtrat e tyre, asnjë prej tyre nuk do të thyhet. E keqja vet do ta vras bakeqin, e do ta paguajnë ata që urrejnë të drejtin. Zoti e shpaguan shpirtin e shërbëtorëve të vet, nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Unë jam i gjalli, thot Zoti, nuk e dëshiroj vdekjen e mëkatarit, por që ai të kthehet dhe të jetoj. Leximi i shkurtër i orës së 6. Leximi i shkurtër i orës së 6. Letra para Gjonit, kapitulli 2, rreshtat 1b deri 2. E kemi mbrojtësin të Ati, Jezu Krishtin, të drejtin. Ai është flija pajtuese për mëkatet tona, dhe jo vetëm për mëkatet tona, por edhe për të mbar botës. Largoje shikimin prej mëkateve të mia, Shlyej të gjitha fajet të mia. të lutemi. O hyj, ti që gjithmonë vepron për shërbimin e njerëzve, por në këtë kohë të krejshmeve, ti i adhuron popullit tënd më me bujari hirin,
Shikoje me mirësi kishën tënde, mbroj të pagzuarit dhe të gjithë ata të cilët përgatiten për pagzim, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.